Zjarret masive vijojnë të përfshin disa vendet e Europës. Në Francë situata mbetet kritike në jug-perëndim të vendit. Zjarfikësit po luftojnë me një vatër të madhe zjarri në zonën Gironde, ku flakët kanë përfshirë rreth 100 hektar pyje mes Bordeaux dhe Cap Ferret. Tymi dendur ka mbuluar zonën e Sonelender, ndërsa rreth 600 banor pranë fshatit Sumo janë evakuuar dhe qarkullimi drejt plazheve të njohura është devijuar. Autoritetet franceze paralajmërojnë se rreziku për shportimin e zjarreve të reja mbetet shumë i lartë në pjesën perëndimore, jug-perëndimore dhe jug-lindore të vendit. Një ditë më parë, 2 zjarfikës humbën jetën pasi automjeti i tyre u përfshi nga flakët në rajonin e Gironde. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin çdo aktivitet që mund të jetë e rrezikshme për zonat e prekura nga i nxehti, pasi sipas tyre 9 nga 10 zjarre shkaktohen nga neglizhenca e njerëzve. Ndërkohë në Turqinë jug-perëndimore, një zjarr i fuqishëm shpërtheu rreth mesditës në zonën malore Fethiye dhe u përhap drejt banesave. Autoritetet angazhuan 14 helikopter, 5 avion, 53 automjete zjarfikës dhe 380 efektiv për të vënë në kontroll flakët. 2 banesa u dogjën, ndërsa 80 persona u evakuuan për shkak të rrezikut të afërt.